Vetë profeti alayhi salatu wassalam veten e tij e vurin shërbim të njerëzve me aq sa mundej me të gjitha format. Kur e kanë pyetur Aishën, bashortën e tij, Zoti qoftë i kënaqur me të, ajo tha: shumica e namazit të profetit alayhi salatu wassalam në kohën e tij të fundit ishte ulur. U çuditën njerëzit, thanë: pse, si ka mundësi? Tha: e sforconte veten shumë profeti alayhi salatu wassalam duke e vënë shërbim të njerëzve, subhanallah. E sforconte veten shumë profeti alayhi salatu wassalam dhe lodhej shumë për çfarë? Për interes vet, jo, duke e vënë shërbim të njerëzve, pa prit falënderim prej tyre, pa prit që t'ja kthejnë ata me mirësi, pa kushtëzu njëri që unë do të bëj këtë, po ti do më bësh atë, se unë po të bona këtë, ti do më kthesh atë. E bote vetëm për hatër të Allahu xhelleshanu. Dhe madje na porositi profeti alayhi salatu wassalam edhe na tha, i porositi edhe shokët e tij, dëgjoje këtë dhe mos e harro se është hadith shumë i bukur dhe është hadith shumë kuptimplot. Sanai'ul ma'ruf taqi masari as-su. Veprat e mira ndaj tjerëve të ruajnë nga të këqijat, subhanallah. Vepra e mirë ndaj tjerëve të ruan, të mbyll dyrët e të keqes, të mbyll Allahu xheleshanu me ato vepra të mira shumë të këqija që mund të të kishin ardhur në jetë. Ka bë Allahu xheleshanu, është ligj ynor. Po bëre mirë, Zoti t'i ru krahët edhe Allahu xheleshanu do të bëhet suporti yt nga çdo e keqe. Pra çdo lloj e mire që njeriu vepron, kthehet mirësia e saj, edhe po sta diti veta i cili përfiton, pra përfituesi më i parë për krijesave, po sta diti, ta dinë Allahu xheleshanu vetë.